Kapitulli i parë. Në muajin janar të vitit 1920, kur oficerët e xhandarmerisë hynë në arkivat e vjetra të Ministrisë së Brendshme, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Një seri regjistrimesh me dorëshkrim, faqe pas faqeje, me emra, data dhe marrëdhënie besnikërie, lista e plot e personave të besuar, e ndërtuar me durim gjatë muajve të parë të qeverisë së re kombëtare. Atë listë nuk e kishte porositur kryeministri. Atë listë nuk e dinte ndonjë ministër tjetër. Atë listë e kishte ndërtuar vetëm një njeri, duke filluar nga dita e parë e punës së tij. Dhe ai njeri kishte vetëm 24 vjeç. Çfarë duhet të na thotë kjo gjetje sot, mbi 100 vjet më vonë, për gabimin fatal që ndryshoi historinë e Shqipërisë? Kthehuni me mendjet tuaja në dimrin e vitit 1920. Shqipëria, vendi sapo dal nga gjakosjet e luftës së parë botërore, ishte ende një skelet shteti, pa kufi të njohur ndërkombëtarisht, pa ushtri të vërtetë, pa institucion të fortë kombëtar. Italia shikonte nga perëndimi me apetit. Forcat e Esad Pash Toptanit, ai tradhtar i paguar, prisnin rastin e duhur nga jugu. Dhe Shqipëria qëndronte sikur një ndërtesë e lartë në mes të stuhisë, me themele guri por me mure balte. Pikërisht në atë moment, i ngarkuar nga historia, i frikshëm për çdo burr me arsye, u mblodh Kongresi i Lushnjës. Ishte thirrja e fundit e kombit. Ishte, siç do të kuptonin me vonesë shumë nga ata që ishin atje, edhe momenti i parë i lindjes së diktaturës. Sulejman Delvina kishte 43 vjeç kur e mori barrën e historisë mbi shpinë. Ishte njeri i shkolluar, i formuar në klasat e Stambollit dhe i stërvitur në labirintet e qeverisjes osmane. Fliste turqishten dhe arabishten, lexonte filozofin dhe poezin, mendonte me kategorinë e ligjit dhe rendit. Ishte, me fjalë të tjera, pikërisht tipi i njeriut që një vend i sapo lindur kishte nevojë për ta ndërtuar, dhe pikërisht tipi i njeriut që mund ta gënjente historia me lehtësi të frikshme. Sepse Delvina besonte në diçka të bukur dhe të rrezikshme njëkohësisht, ai besonte se institucioni ishte më i fortë se pushka. Ai besonte se titulli kryeministër mbart brenda tij, si magji, autoritetin e vërtetë. Por Shqipëria e vitit 1920 nuk ishte Anglia. Nuk ishte as Franca. Ishte vendi ku kush mbante pushkën, mbante edhe fjalën e fundit. Në ato ditë të ftohta të janarit, kur debatet e Kongresit të Lushnjës ndizeshin dhe shuhen si zjarret e dru të lagur, erdhi ai. Nuk erdhi vetëm. Erdhi me bajraktar të armatosur, me luftëtar malsor nga mati, me burra që nuk kishin ngelur asnjëherë pa breshëri armësh mbi krah. Ahmet Zogu kishte 24 vjeç. Flokë të errët, sy llogaritës, qëndrimi i atij që di saktësisht çfarë vlen dhe çfarë kushton. Aqif Pash Elbasani, njëri nga figurat kryesore të Kongresit, i drejtoi Delvinës fjalët që do të ecnin nëpër histori si shenjë paralajmëruese. Djaloshi ka njerëz dhe na duhen për mbrojtje. Vetëm kaq. Aq simple sa të tmerrshme. Dhe Delvina, burri i arsimuar e i principuar, njohu logjikën e kohës dhe pranoi. Ai nuk e dinte atëherë se sapo kishte hapur derën e kasafortës kombëtare dhe ja kishte dorëzuar Chelsea dikujt që nuk kishte asnjë qëllim ta kthente. Emri zyrtar u shkrua me datën e 30 janarit të vitit 1920, Ahmet Zogu, ministër i brendshëm. 4 fjalë. 9 rrokje. Dhe brenda atyre 9 rrokjeve, e gjithë historia tragjike e një mentori të shkatëruar nga nxënësi i tij. Sepse Ministria e Brendshme nuk ishte një post administrativ si çdo tjetër. Ajo kontrollonte xhandarmerinë, sytë dhe krahët e shtetit nëpër çdo qoshe të vendit. Ajo kontrollonte emërimet lokale, kush bëhej prefekt, kush bëhej kreu i postit, kush mbante Chelsin e burgut. Ajo kontrollonte lëvizjen e njerëzve dhe informacionin mbi ta. Delvina i kishte dhënë Zogut jo një karrige tavolin, por aparatin e plot të kontrollit shtetëror. Dhe Zogu, 24 vjeçari nga mati, e kuptoi atë ditën e parë. A e kuptoi Delvina ndonjëherë? Imazhi që na ka mbetur nga ato ditë feverarit të vitit 1920, kur qeveria lëvizi nga Lushnja drejt Tiranës, është ndoshta metafora më e qartë e gjithë kësaj historie. Delvina dhe ministrat e tjerë kishin veshur kostumet e tyre perëndimore, fraqe të rregullt, shami të bardha, kapela cilindra që kishin parë sallat e Stambollit dhe ndonjë udhëtim evropian. Ecnin drejt kryeqytetit të ri me dinjitetin e burrave shtetar. Por para tyre hapte rrugën Ahmet Zogu.
me rroba kombëtare i rrethuar nga malësorët e matit, të armatosur deri në dhëmb, syt gjithmonë vigjilent, hapi i sigurt sikur e dinte saktësisht ku do të ndaheshin rrugët. Intelektualët me kostume të bukura ecnin në rrugën e hapur nga armët e një 24 vjeçari. A ka imazh tjetër që ta thot kaq shumë me kaq pak fjalë? Dhe le të pyesim veten, a i pa Delvina ato armë me vëmendje atë ditë? A pyeti ndonjëherë veten se kush do ta mbante pushkën të ngritur kur të kalonte koha e nevojës? Kapitulli i 2. Deri në minutën e fundit besova se isha unë ai që drejtonte vendin, ka shkruar njëri nga bashkëkohësit e asaj kohe, gishtat e tij duke u dridhur mbi letër dhjetëra vjet pas ngjarjeve. Kur kuptova të vërtetën, ishte tepër vonë. Sot, mbi 100 vjet pas atyre ditëve, kujtesa e njerëzve që e njohën atë kohë flet me zë të lirë nga shkrimet dhe kujtimet e tyre. Dhe çfarë thon ata? Thonë se gabimi i Delvinës nuk ishte i zakonshëm, nuk ishte gabimi i njeriut të dobët apo të korruptuar. Ishte gabimi i njeriut shumë të mirë për botën ku jetonte. Ishte gabimi i besimit. Sejfi Vllamasi, njëri nga dëshmitarët e asaj epoke dhe autori i kujtimeve politike që historiografia shqiptare i cyton ende me respekt, na ka lënë një portret të paharrueshëm të asaj periudhe. Sipas tij, mbledhjet e para të kabinetit të Delvinës ishin spektakël kurioz, ministrat debonin me zë të lartë mbi filozofinë e shtetit, mbi kushtetutën, mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe pavarësinë. Dhe Ahmet Zogu. Zogu ulej zakonisht në cep, i heshtur, me gjysmëbuzëqeshje të palexueshme. Dëgjonte. Shënonte me mendim. Ndonjëherë bënte një pyetje, jo mbi parimet filozofike, por gjithmonë mbi detajet praktike. Kush e komandonte batalionin e tretë, ku ishte selia e xhandarmërisë në Elbasan, kush ishte prefekti i Shkodrës dhe a kishte familje me borxhe. Plakët e mençur po ndërnin perandorinë e ideve. Djali po ndërtonte perandorinë e pushkëve dhe besnikëve. Kush mendoni se ndërtoi gjën e vërtetë? Kontradikta qendrore e historisë shqiptare të viteve 20 është pikërisht kjo, kush e tradhtoi kë? Historiografia e kohërave të mëvonshme e ka paraqitur Ahmet Zogun si njeriun që shpëtoi Shqipërinë nga anarkia dhe si ndërtuesin e shtetit modern. Nga ana tjetër, ata pak historian dhe bashkëkohës që guxuan të shkruanin me liri, e paraqitën atë si njeriun që rrëmbye shtetin duke ja kthyer me zë ndihmës dikujt që i kishte hapur derën në mirëbesim. Por ka edhe një version të tretë, ndoshta më i hidhur i gjithëve. E vërteta ndoshta nuk ishte as bardh as zi, por gri si hiri i luftërave të humbura. Delvina ishte idealist. Zogu ishte pragmatist. Dhe historia, shumicën e herëve, i favorizon pragmatistët. Vitet 1921 deri në 1923 ishin vitet e konsolidimit të heshtur. Ndërsa politika e lartë zjenin me debate, me aleanca dhe kundër aleancat e lëkundshme, Zogu punonte me qetësinë e atij që nuk ka nevojë të nxitojë, sepse e di se rezultati është siguruar tashmë. Çdo pozicion kyç administrativ filloi ngadalë, sikur në gjumë, të plotësohet me njerëz besnik ndaj tij. Çdo oficer xhandarrie që mund të bëhej problem zëvendësohej me dikë që kishte borxh personal ndaj Zogut, borxh financiar, borxh karriere ose borxh gjakmarrje të shlyer. Bernd J. Fischer, historiani gjerman që i kushtoi jetën e tij akademike studimit të regjimit zogist, e ka përshkruar këtë proces si kapitalizim sistematik i pushtetit institucional. Me fjalë më të thjeshta, Zogu po blinte shtetin me para të shtetit, por nën sytë e atyre që mendonin se e drejtonin shtetin. Delvina e shihte. Sigurisht që e shihte, ishte njeri i mbredh. Por çfarë mund të bënte? Të shkarkonte ministrin e brendshëm që kishte siguruar fizikisht qeverinë. Të ngrinte krye kundër të vetmit njeri me forcë të armatosur lojale. Ishte si ai që ka ftuar ujkun në shtëpi për ta mbrojtur nga arinjt, dhe tani po sheh ujkun duke ngrënë pulat e shtëpisë njërin pas tjetrës, por nuk guxon ta nxjerrë sepse arinjt janë ende atje jashtë. Kjo paftësi për të vepruar, ky paralizim i njeriut të principuar para realitetit brutal, është ndoshta elementi më tragjik i gjithë kësaj historie. Ndoshta ngjante shumë me situata të tjera nga epoka të tjera që njerëzit me moshë i njohin me dhembje personale, atëherë kur ndjerë se diçka po shkon keq por nuk guxuan ta thonë me zë, sepse kjo do ta shkatëronte gjithçka kishin ndërtuar. Dhjetori i vitit 1924 erdhi si shpagim i sakt matematikor. Zogu, pasi kishte humbur pushtetin momentalisht gjatë revolucionit të qershorit dhe kishte ikur në Jugosllavi, u kthye me ndihmën e ushtrisë jugoslave dhe forcave bielogardiste ruse.
Kjo kthes, e njohur me emrin pompos, triumfi i legalitetit, ishte në realitet hyrja e një diktatori në formim, i armatosur tani jo vetëm me forcat e matit, por me mbështetjen e shtetit fqin dhe me listën e plot të armiqve që duheshin shpaguar. Sulejman Delvina, ai njeri me cilindrin e bardhë, me fjalimin e lartë mbi lirinë dhe sovranitetin, ai kryeministër i Kongresit të Lushnjës, u shpall armik i shtetit. Detyrohet të aratiset nga dheu i tij, i vetmuar, i sëmur shpirtërisht, duke lënë pas vitet më të mira të jetës së tij politike. A kishte parashikuar Delvina, 4 vjet më parë, kur shkruante emrin e atij 24 vjeçarit në dokumentin e emërimit, se do të vinte ky çast? Kapitulli i 3. Për 10 ditë para se Tirana të bjerë nën kontrollin e forcave zogiste, në dhjetorin e vitit 1924, një vizitë e pazakonshme u bë në zyrat e qeverisë së Fan Nolit, vizitë që nuk u shënua asnjëherë në regjistrat zyrtar. Ai vizitor nuk kishte emër në listin e takimeve. Nuk la firmë. Nuk la dokument. Por njerëzit që ishin atje, disa nga të cilët shkruajtën kujtimet e tyre me dekada vonesë, kur rreziku personal kishte kaluar, thonë se kur ai vizitor doli, fytyra e Delvinës kishte marrë ngjyrën e baltës së vjeshtës. Kishte kuptuar diçka. Diçka që kishte qenë gjithmonë e vërtetë, por që ai kishte refuzuar ta shikonte me sy të hapur. Çfarë i kishte thënë ai vizitori i panjohur atij mesnatë të dhjetorit? Kemi të bëjmë me historinë e asaj që akademikët e sociologjisë politike e quajnë krijesa e Frankensteinit, metafora e shkencëtarit që ndërton një krijesë artificiale për të shërbyer qëllimeve të tij, por krijesja rritet, fiton vullnet të vet, dhe në fund kthehet kundër krijuesit të saj. Delvina kishte nevojë për mbrojtje. Kishte nevojë për dikë me armë dhe besnik. E gjeti tek Zogu. E mori tek Zogu. Por duke i dhënë Zogut ministrinë e brendshme, çelsat e policisë, të xhandarmerisë, të emërimeve administrative, i dha atij gjithçka duhej për të ndërtuar makinën e pushtetit. Siç ka shkruar historiani Fischer, emërimi i janarit të vitit 1920 ishte ndoshta vendimi i vetëm më i rëndësishëm në historinë e hershme të shtetit shqiptar të pavarur, dhe kur nuk u muar me vetdijen e plot të pasojave të tij. Por cila ishte natyra e vërtetë e asaj marrëdhënieje? Ishte ajo thjesht politik dhe kalkulim, apo kishte diçka më personale, më të ndryshkur brenda saj? Kujtimi i Ekrem Bejvlorës, njeri cinik dhe shumë i mprehtë i asaj kohe, na jep një fragment tronditës. Sipas tij, Delvina i kishte shprehur dikur, pa e ditur mirë se po shprehej, se Zogun e trajtonte si djalin e tij të vogël politik. Ky krahasim, ky fjalim i dashurisë atërore ndaj njeriu që do ta shkatëronte, është ndoshta pasazhi më tragjik i gjithë kësaj historie. Sepse çfarë dhem më shumë se sa tradhtia e atij që e ke trajtuar si bir? Çfarë theret thellë se sa kuptimi se djali i vogël kur nuk kishte qenë ai që mendoje? Ndërkohë, ndërsa Delvina mendonte e shpresonte dhe planifikonte mbi baza ligjore dhe institucionale, Zogu po ndërtonte me material tjetër. Rreth vitit 1922, siç tregon analiza e buxheteve të kohës dhe e korrespondencës zyrtare, shpenzimet për personelin e xhandarmerisë u rritën me shifra të parsyetuara me buxhetet publike. Rekrutimet e reja bënin bishtin gjithmonë drejt matit dhe rajoneve të tjera ku familjet kishin traditë besnikërie personale ndaj bajraktarëve të matit. Oficerëve të vjetër, ata që kishin karrierë para Zogut, u ofroheshin gjithnjë e më pak burime, gjithnjë e më pak autoritet. Kjo nuk ishte rastësi administrative. Ishte kirurgji e bërë me durim, me skales të hollë, sistematikisht. Por kush kishte kompetencën dhe vullnetin të ndalonte procesin? Delvina tashmë nuk ishte kryeministër që nga nëntori i vitit 1920. Ai kishte dhënë dorëheqjen në presionin e intrigave politike, intriga që, sipas shumicës së historianëve, Zogu i kishte fryrë në prapasken me dorë ekspertise. Pastaj erdhi qershori i vitit 1924 si furtunë e shpejtë. Kryengritja e armatosur shpërndan qeverinë ku Zogu ishte forcë dominuese. Ai aratiset nga Tirana, iku natën, me nxitim, nuk la gjë të rëndësishme pas, dhe u tërhoq drejt Jugosllavisë. Delvina, në atë çast befasues kthes fati, u emërua ministër i jashtëm i qeverisë së re, qeverisë së Fan Nolit. Ishte njeriu i ligjit, i arsimit, i institucioneve, dhe për një çast të shkurtër, 6 muaj sa jetoi ajo qeveri, ndoshta kishte besuar se historia kishte marrë kthesën e drejtë. Ndoshta kishte besuar se vitet e gjata angsti do të paloseshin si ëndër e keqe. Por historia, kur bën kthesa, kur nuk i bën ato pa çmim.
Ndërsa Delvina qëndronte në Tiranë dhe punonte për njojën ndërkombëtare të qeverisë së Nolit, projekt idealist e i destinuar të dështoj, Ahmet Zogu bënte punën e vet në Beograd. Bisedoi, negocioi, premtoi interesa ekonomike jugoslave, siguroi kolona ushtarake. Bielogardistët rus, oficer të ushqyer nga humbja e luftës civile ruse dhe të gatshëm për çdo punë ushtarake që jepte buk, u bashkuan me forcat e tij. Dhe kur gjithçka ishte gati, kur llogaritja e saktë e tij kishte arritur rezultatin e planifikuar, u nis drejt Tiranës me 24 dhjetorit të vitit 1924. Qyteti ra pa rezistencë serioze. Qeveria e Nolit u shpërnda. Dhe Sulejman Delvina, ai burri me cilindrin e bardhë dhe besimin e thellë të shtetit ligjor, mblodhi çfarë mundej dhe u hodh në rrugën e mërgimit, rrugë nga e cila kur nuk do të kthehej si njeri i plot politikisht. Egzili i Delvinës ishte i dhimbshëm me atë lloj dhimbjeje që nuk flet me zë të lartë, por theron me gishta të ftohtë. Hotelet e Italisë, sallonet e qyteteve evropiane ku shqiptarët e mërguar mblidheshin dhe debatonin duke shpresuar se ndonjëherë do të ktheheshin, ky ishte universi i tij i ri. Ndërsa ai mundohej të mbijetonte, të ruante shëndetin e dobësuar, të gjente kuptim në ekzistencën e tij të re të zhveshur nga çdo pushtet formal, njeriu që kishte emëruar vetë me dorën e vet drejt majës, fjeti në pallatin e Tiranës. Ironia ka ngjyra shumë herë. Herë të tjera është thjesht e zezë. Kur Delvina vdiq në të parën e gushtit të vitit 1932 në spitalin e Vlorës në moshën 55 vjeçare, moshë kur shumë burra të historisë kanë qenë ende në kulmin e fuqisë, shteti zogist e injoroi pothuajse plotësisht. Nuk pati ceremoni shtetërore. Nuk pati homazhe të denja për kryeministrin e parë të vërtet të Shqipërisë moderne. Vetëm heshtja dhe pastaj harresa e planifikuar. A mund të ketë shpagim më të rëndë se sa jo vuajtja fizike, por harresa e historisë, kthimi në asgjë nga ata të cilëve u ke dhënë gjithçka? E megjithatë, historia ka mënyrën e vet të ruajtjes së gjurmëve. Arkivat e Vienës dhe Romës mbajnë korrespondencën e ambasadorëve të huaj të cilët e vëzhguan me sy analitik atë periudhë. Kujtimet e Vllamasit, të Eqrem Bej Vlorës dhe të tjerëve, shkruar me frikë, me vite vonesë, ndonjëherë me gjuhë alegorike për t'i shpëtuar censurës, ruajnë thelbin e asaj marrëdhënieje midis mentorit dhe nxënësit, midis idealistit dhe pragmatistit, midis njeriut të ligjit dhe njeriut të pushkës. Dhe ata arkiva, ato faqe të verdha dhe me shkrim të rrjedhshëm, flasin akoma. Flasin mbi naivitetin e besimit, mbi çmimin e kompromisit me dhunën, mbi mënyrën si historia ndëshkon ata që i besojnë shumë rregullave në botë ku rregullat bën ai që mban armën. Por pyetja që mbetet e hapur, pyetja që na pret edhe sot ndërkohë që kthejmë faqet e historisë, është kjo: a kishte alternativë tjetër? A mund të kishte bërë ndryshe Sulejman Delvina atë janar të vitit 1920, kur para tij qëndronte ai djalosh nga mati me bajraktarët e tij të armatosur, dhe pa ata bajraktar, qeveria e re nuk kishte kombe as mburoj. Apo gabimi ishte i pashmangshëm, si shumë gabime të njerëzve të mirë në epoka të këqija. Il analyze the riter një Markers and Craft Chapters 4-6. Riter një Used, Hawks 1-2-10, Struktures e M.B. Patterns 3-6-8, Rhythms. Mychoices. Hawks 11-8-7. Struktures D.F.H. Patterns 4-9-12. Rhythms. Kapitulli 4. Huku 11, struktura D, modeli 4, ritmi. Çfarë dinin të afërmit e Sulejman Delvinës për atë që po ndodhte me të vërtetë? Gruaja e tij, ajo grua e qetë dhe e mençur që kishte ndarë me të jo vetëm bremën e familjeve të mëdha, por edhe ankthet e natave kur letrat nga Tirana vinin me lajme gjithnjë e më shqetësuese, kishte ngrënë heshtjen e vet si bukë të hidhur për vite të tëra. Njerëzit e shtëpisë, ata pak besnik që e njihnin Delvinën jo si figurë politike por si burrë e atë, flasin në përfaqet e kujtimeve të kohës për diçka që politika kur nuk mund ta shpjegojë me fjalorin e vet. Flasin për vetminë e brendshme të atij njeriu, vetminë e atij që e di se ka bërë gabimin fatal të jetës, por nuk mund ta thotë me zë të lartë pa shkatëruar gjithçka ka mbetur. Ky dokument nuk gjendet në asnjë arkiv shtetëror. Gjendet në dhimbjen private të familjes. Dhe ajo dhimbje, e mbajtur brenda mureve të shtëpisë si zjarr i mbuluar me hi, shpjegon gjithçka që kronologjia politike nuk mund ta shpjegojë dot. Delvina kishte dy fytyra. Nuk ishte hipokrit, ishte njeri i goditur nga realiteti.
Fytyra e parë ishte fytyra publike, dinjiteti, qëndrueshmëria, gjua e lartë e burrit shtetër që beson te ligji dhe institucioni. Kjo fytyrë doli para kongreseve, para delegatëve të huaj, para mikrofonit të historisë. Por brenda mureve të shtëpisë, dhe kjo është ajo që kujtimet indirekte të bashkëkohësve e ngulisin me kujdes, kishte fytyrën tjetër, njeriu i lodhur, njeriu i shqetësuar, njeriu që natën vonë, kur familja flinte, ngrihej nga gjumi dhe ecte në përdhomë si i burgosur brenda hapësirës së vet. Gruaja e tij e kuptoi para se ai ta pranonte vetë. Gratë shpesh e kuptojnë të parën. Ato shohin jo fjalët e thëna, por shpatullat e rënda e syt që e humbin shkëlqimin, e njohin ndryshimin e gjumit dhe heshtjet e reja gjatë darkave. Ato lexojnë trupin kur mendja refuzon të pranojë. Dhe gruaja e Delvinës kishte filluar të kuptonte rreth vitit 1922 se burri i saj kishte bërë diçka të pakthyeshme, jo gabim kriminal, por gabim tragjik, gabimin e njeriut shumë të mirë në botën e gabuar. Ishte një mbrëmje e dimrit, sipas disa fragmenteve të kujtimeve të tërthorta, kur Delvina ra në tryez pas kthimit nga Tirana dhe tha vetëm këto fjalë: ai nuk është ai që mendoja. Nuk shtoi gjë tjetër. Nuk shpjegoi. Gruaja e tij e kuptoi menjëherë se për kë fliste, sepse kjo nuk ishte hera e parë që emri i atij djaloshin nga mati kishte hyrë si hije mes tyre, por ishte hera e parë që Delvina e prishi heshtjen e vet me fjalë kaq të qarta dhe kaq fundore. Ai nuk është ai që mendoja. Në Shqip, në ato 5 fjalë, ndodhet gjithë tragjedia e mentorit të gënjur, gjithë dhimbja e njeriut që ka çelur derën e mundësisë dhe ka hapur pa dashje portën e shkatërimit. Por çfarë është mrekullia e kësaj familjeje, dhe kjo është ajo që historia shpesh e harron të tregojë, është se Delvina nuk u thye brenda mureve të shtëpisë. Plasi. Vuajti. Mbajti. Por nuk u thye. Kjo forcë e brendshme, kjo kurrizore e njeriut të principuar edhe kur jeta e godet, është ndoshta gjëja më e vërtetë dhe më njerëzore e gjithë kësaj historie. Ndërkohë, ndërsa familja e Delvinës mbante frymën e saj private të frikës dhe shpresës, jashtë mureve shtëpiake historia po lëvizte me logjikën e pandalshme të lumit që ka gjetur shtratin e vet. Zogu nuk kishte nevojë të tregonte kartë. Nuk kishte nevojë të bënte thirrje publike kundër ish mentorit të tij. Ai punonte me metodën e ujit mbi gur, ngadalë, vazhdimisht, pa zhurmë. Çdo emërim i ri administrativ, çdo transferim xhandarmerie, çdo lëvizje buxhetore ecte drejt një qëllimi të vetëm, të planifikuar me saktësinë e atij që nuk ka asnjë dyshim mbi rezultatin final. Dhe Delvina, brenda shtëpisë së tij, po shihte me sytë e të dobësuarit si njeriu që kishte ngjallur vetë, ky bir politik që kishte trajtuar me dashuri atërore, po ndërtonte kufomën e ëndrave të tij. Çmimi i besimit nuk paguhet gjithmonë me para ose me gjak. Ndonjëherë paguhet me diçka edhe më të shtrenjtë, me kuptimin e vonë, me njohjen e pakthyeshme se bota ku besonit nuk ka ekzistuar kurrë jashtë kokës suaj. A mund të imagjinoni çfarë do të thotë kjo për një njeri të moshës suaj, kur vitet e mira tashmë janë djegur dhe çfarë mbetet është vetëm bilanci i hidhur i gjithë jetës? Kapitulli i 5. Huku 8, struktura F, modeli 9, ritmi. Mendoni për njeriun të cilit i besoni plotësisht. Njeriun që ju e keni çuar drejt pozicionit të tij, që i keni hapur dyert kur dyert ishin të mbyllura, që i keni mësuar rregullat e lojës dhe i keni dhënë mjetet për të luajtur. Tani imagjinoni, ky njeri, në ditën tuaj më të zezë, nuk ju shtrin dorën. Jo vetëm kaq, ai është pikërisht ai që e ka bërë atë ditë të mundshme. Kjo ndodhi. Jo në roman. Jo në mit grek. Ndodhi në Shqipëri mes viteve 1920 dhe 1924. Dhe ky fakt i rënd si guri i varrit, mbetet ndoshta tragjedia personale më e madhe e historisë politike shqiptare të shekullit të 20. Pyetja që historianët e kanë nxjerrë mbi tryez me vite është kjo: kur saktësisht e kuptoi Zogu se Delvina kishte rënë në Grack? Kur filloi ai të planifikojë jo vetëm konsolidimin e pushtetit, por edhe rënimin aktiv të mentorit? Disa studiues mendojnë se kjo ndodhi që ditën e parë, se Zogu kur nuk pati asnjë qëllim tjetër përveç shfrytëzimit të situatës. Të tjerë sugjerojnë se tranzicioni nga aleati i nevojshëm te pengesë që duhet eliminuar ndodhi gradualisht rreth viteve 1922. Nuk dim me saktësi. Por dim diçka tjetër, diçka konkrete dhe të verifikueshme, nga momenti kur Delvina dha dorëheqjen si kryeministër në nëntor të vitit 1920, Zogu nuk e mbrojti asnjëherë publikisht. Asnjëherë. Kur nuk doli e tha, ky njeri më hapi derën,
ja kam borxh nderimin. Heshtja ka gjuhën e vet. Heshtja e zogut fliste qartë. Revolucioni i qershorit të vitit 1924 e detyroi zogun të largohet nga vendi. Por kjo largim nuk ishte disfat. Ishte taktik. Ndërkohë që qeveria e Nolit punoi me ëndrat e saj reformuese dhe Delvina u poq si ministër i jashtëm në postin më të ekspozuar ndërkombëtarisht, zogu po punonte. Aty, në Beograd, nëpër sallat e bisedimeve dhe nëpër darkës diskrete me oficer jugoslav, ai ndërtoi koalicionin e kthimit. Bielogardistët rus, burra të dëshpëruar, oficer të carit të rrëzuar, të uritur për pagesë dhe mision, u bashkuan me forcat e tij. Jugoslavët kërkuan të siguroheshin se intereset e tyre ekonomike dhe territoriale do të respektoheshin nga qeveria e re. Zogu premtoi. Zogu gjithmonë dinte të premtonte gjërat e duhura, saktësisht aq sa duhej, pa tepri. Dhe kur gjithçka ishte gati, u kthye si stuhja pas qetësisë, e papritur, e papenguar, e sigurt. Besohet se disa nga oficerët e vjetër të xhandarmerisë, ata pak që kishin mbetur besnik ndaj traditës institucionale dhe jo ndaj personave, u përpoqën të organizonin rezistencë. Por rezistenca pa organizat është si shiu pa tokë, bie dhe humbet. Çdo njeri kyç ishte tashmë i bler, i friksuar ose i neutralizuar. Makina e ndërtuar gjatë 4 viteve të punës sistematike të zogut si ministër punoi sakt në ditën e destinuar. Dhe Sulejman Delvina, ai kryeministër i Kongresit të Lushnjës, ai njeri që kishte firmosur emrin e zogut si ministër i brendshëm para 4 vitesh me besimin e plot të prindërit ndaj fëmijës, u zgjua një mëngjes dhëmbori të vitit 1924 me lajmin se armëve të qeverisë i kishin ndërruar drejtimin. Nuk kishte ç'të bënte. Nuk kishte ku të shkonte brenda vendit të vet. Qeveria e Nolit kishte rënë si shtëpia e letrave para erës. Ai mblodhi çfarë mundej, pak dokumente personale, ndoshta ndonjë libër, ndoshta fotografi të familjes, dhe u nis. Nga vendi të cilit i kishte kushtuar jetën. Drejt një të ardhme pa adresë. Dhe dera mbeti e hapur pas tij, në atë mënyrë shpërngulosin me nxitim, kur nuk ka kohë as të presësh që dera të mbyllet. A mund të ketë tradhti me dimension më njerëzor e më të dhimbshëm se sa ajo e atij që ti vetë e ke bërë të mundshëm? Kapitulli i 6. Huku 7, struktura H, modeli 12, ritmi. Egzili e ha njeriun ngadalë. Jo me dhëmb, por me heshtje. Jo me goditje, por me minutat e gjata të mëngjeseve kur zgjohet dhe nuk di ku është, kur hap syt dhe njëdhja e dritës nga dritari nuk është e dritarës së tij, kur kthehet me mendime drejt Vlorës ose Tiranës dhe kupton sërish, sikurse çdo ditë nga e para, se ato vende janë bërë jo vetëm gjeografikisht larg, por ndoshta të pamundura. Sulejman Delvina e njihte egzilin jo si koncept filozofik, ai kishte jetuar me të si bashkëbanues i padëshiruar, si ajër i keq që nuk largohet. Dokumentet mjekësore të asaj periudhe, të ruajtura fragmentarisht në arkivat italiane, sipas disa referencave të studiuesve, tregojnë njeriun e sfilitur. Jo thjesht të lodhur nga politika. Të sfilitur në thellësi. Trupi i tij po mbante bremën e asaj që mendja refuzonte të pranonte plotësisht. Shëndeti i Delvinës filloi të lëkundej me seriozitet rreth viteve të mesme të mërgimit. Kishte vite që jetonte pas trehen e sigurt të adheut, pa rrjetin e miqve dhe familjarve që e mundësonin ekzistencën me dinjitet, pa burimet materiale që dikur i kishte marrë si të mirëqena. Hotelet e Italisë, sipas disa fragmenteve dokumentare, ndërroheshin sipas mundësive, herë apartamente me qira në qytete të mesme, herë ambiente modeste ku shqiptarët e mërguar mblidheshin e shpreson. Sëmundja, dhe ajo nuk ishte sëmundje e thjesht e trupit, por sëmundje e njeriut të ndare nga vetja, ecte me hapa të padëgjueshëm, si miu nëpër mure, por të sigurt. Disa bashkëkohës të mërgimit shqiptar në Itali e kanë përshkruar Delvinën e atyre viteve si hije e njeriut që kishte qenë jo me krudalitet, por me atë trishtim të ftohtë të dëshmitarit që sheh dik duke u shuajtur para syve të tij dhe nuk mund të bëj asgjë. Rreth vitit 1928, zogu u shpall mbret. Zogu i, mbreti shqiptarve, titull pompos, mbushur me ceremoni dhe uniform, me kuror dhe betim, me shfaqje të pushtetit të konsoliduar plotësisht. Dhe pikërisht atë vit kur ish nxënësi i tij mbante kurorën, Sulejman Delvina u lejua të kthehej në Shqipëri. Por kjo leje nuk ishte akt bujaris. Ishte akt llogaris. Zogu e lejoi kthimin sepse Delvina ishte tashmë i sëmur rënd, kthimi nuk përbënte asnjë rrezik politik. Ishte i thyer.
Ishte i moshuar para kohe. Ishte kthyer në hije. Shteti, me lejimin e kthimit, bëri lëvizjen e shahut që nuk kushton asgjë kur bashkëlojtësi ka mbetur pa pjesa. Delvina u kthye në Shqipëri jo si hero i rehabilituar, por si njeri i lejuar të vdes në tokën e tij, favor i vogël e i llogaritur, lëshim i mbretit ndaj atij që e kishte bërë të mundshëm mbretërinë. 4 vite mbijetoi Delvina pas kthimit. 4 vite, jo në politikë, jo në debate publike, jo në tribunat ku kishte qëndruar dikur. Kaloi ato vite në qetësinë e sëmurit, në kufit e ngushtë që sëmundja ja kishte caktuar, ndoshta me librat e tij afër, ndoshta me kujtimet e viteve kur Shqipëria kishte nevojë për të dhe ai kishte dhënë gjithë çfarë kishte. Të parën e gushtit të vitit 1932, në spitalin e Vlorës, zemra e tij u ndal. 55 vjeç. Shumë pak për njeriu që mund të kishte dhënë shumë më tepër. Shumë tepër për njeriu që kishte jetuar gjithaq vit me thikën e gabimit fatal ngulosur brenda. Shteti i Zogut nuk reagoi. Asnjë komunikat zyrtare me peshë. Asnjë homazh i denjë për kryeministrin e parë të vërtet të Shqipërisë moderne. Vetëm heshtja, ajo heshtje e organizuar, e kultivuar, e qëllimshme, me të cilën sistemi i fshih fytyrat e atyre që i kujtojnë origjinën e vet. Vdekja e Delvinës u botua në disa gazeta lokale me disa rreshta. Gazeta Dielli, ajo gazetë e emigracionit shqiptar që kishte dokumentuar me pasion çdo lëvizje politike të viteve të 20, i kushtoi pak fjalë të trishtuar. Nga kryeqyteti, heshtje. Nga pallati mbretëror, heshtje absolute. Por historia ka memorie shumë më të gjatë se sa heshtjet e pallatit. Dhe pyetja që mbetet sot, kur kthejmë faqet e ato viteve, nuk është a e meritonte Delvina fatin e tij, sepse askush nuk e meriti atë lloj fundi, por kjo, a e kuptoi plotësisht në ato 4 vite të fundit të jetës, kur ishte i kthyer në atë dhe si hije e vetes, se çfarë e kishte shkatëruar. A e kuptoi ai se vendimi i 30 janarit të vitit 1920, ai emërim me 6 fjalë i asaj ngece të ftohtë dimri, kishte qenë jo vetëm gabimi i jetës së tij, por gurthemeli i një regjimi që do të mbante Shqipërinë nën kontrollin e njërit njeri për të gjitha dekadat e mëvonshme. Apo ndoshta, në heshtjen e spitalit të Vlorës, me erën e Adriatikut duke hyrë nga dritarja, kishte gjetur paqen e atij që ka dhënë gjithçka kishte, edhe nëse historia e ka shpërdoruar atë dhuratë. Lexoj me kujdes shënuesit e shkrimtarëve 1 dhe 2. Hukët e përdorur: 1, 2, 10, 11, 8, 7 mbeten, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Strukturat e përdorura: E, M, B, D, F, H do zgjedh, G, za, N, paranoj, I, kryefajsi. Modelet e përdorura: 3, 6, 8, 4, 9, 12 do zgjedh, 7, udushenje, 13, çekan, 5, pulsim. Ritmet: N, kontrastues, ndërprerës, ngadalësues do zgjedh. Kapitulli 7. Huku 3, sekrete, struktura G, za, modeli 7, ritmi. Imagjinoni, jeni njëri nga 10 njerëzit në të gjithë Shqipërinë që din gjithçka. Çdo sekret mjekësor të Zogut. Çdo plan largimi. Çdo emër besnikësh dhe çdo emër tradhtarësh të mundshëm. Jeni parti atij rrethit të ngushtë, ai brez i brendshëm i njerëzve që e ka ndërtuar makinerinë dhe e di si punon deri në vitën e fundit. Dhe tani, pikërisht tani, kur gjithçka ka arritur kulmin, kur rrotat tashmë janë vënë në lëvizje, ju duhet të zgjidhni. Jo mes të mirës dhe të keqes. Mes besnikërisë dhe jetës. Mes shpëtimit të një njeriu dhe shpëtimit të vetes. Kjo ishte zgjedhja që disa nga njerëzit më të afërt të rrethit zogist e bën, Fshehurazi, gjatë muajve të fundit para rënies së qeverisë së Nolit. Dhe zgjedhja e tyre, kjo vendimmarrje e heshtur, e ftohtë, e bërë brenda dhomave me dyrë të mbyllura, ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i shtyu ata të veprojnë kështu? Rrethi i brendshëm i Zogut nuk ishte grumbull i rastit. Ishte strukturë. Ndërtuar me vite, me mend, me llogaritje të ftohtë. Çdo njeri brenda atij rrethi kishte një funksion të saktë, si dhëmbët e kurorës, disa mbanin informacionin, disa mbanin financat, disa mbanin lidhjet me bajraktarët e largët, disa mbanin komunikimin me Beogradin. Asnjë nuk dinte gjithçka. Por secili dinte mjaftueshëm për të qenë i dobishëm dhe mjaftueshëm të rrezikshëm nëse fliste. Ky ishte principi i organizimit, njohuritë e fragmentuara si mbrojtje kundër tradhtisë masive. Por Zogu e dinte gjithashtu diçka tjetër, diçka që e kishte mësuar nga vite vrojtimi nëpër kabinetet e Delvinës dhe të qeverive të tjera. Njeriu kur trembet, flet.
kur e pret humbja, kërkon shpëtimin. Dhe ai kishte ndërtuar në fund të fundit një sistem ku frika mbante njerëzit më shumë se besnikëria. Pyetja është, kur ky sistem filloi të shfaqë çarjet e tij të para? Viti 1924, gjatë muajve të qeverisë së Nolit, disa nga elementet e rrethit të vjetër zogist kishin gjendur veten në pozicion të paqartë. Disa kishin kaluar tek e reja pushtet. Disa kishin tentuar neutralitetin. Disa kishin mbetur besnik ndaj zogut në mërgim dhe pikërisht ata njerëz me fytyrë të shuar dhe sy të kujdesshëm, ishin ata që punonin fshehurazi gjatë atyre 6 muajve të qeverisë së Nolit, duke ndërtuar rrugën e kthimit. Ata komunikonin nëpër kanale jo zyrtare, duke u takuar nëpër kafene të mesme, duke dërguar letra me kode të thjeshta, duke i raportuar zogut në Beograd gjendjen e forcave, pozicionet e njësive ushtarake, disponueshmërinë e oficerëve. Ishin sytë e tij kur ai nuk ishte. Ishin veshët e tij kur heshtur duhej. Dhe asnjë nga këto aktivitete nuk u shënua asnjëherë në ndonjë dokument zyrtar. Gjurmët mbahen nëpër kujtimet private, nëpër referencat e tërthorta të diplomatëve të huaj, nëpër fjalët e matura të vllamasit dhe bashkëkohësve të tjerë. Por gjurmët janë atje. Dhe ato të çojnë drejt të njëjtit destinacion, drejt të njëjtit njeri, drejt të njëjtit akt të planifikuar me durim të ftohtë. Kush ishin ata njerëz? Dhe çfarë din pasardhësit e tyre sot? Jo të gjitha historitë e tradhtisë bëhen me gjak të nxehtë. Disa bëhen me duar të ftohta dhe me mendjen e llogaritsin. Ato njerëz të rrethit të brendshëm, ata 10 apo 12 që mbanin sekretet, kishin bërë llogarinë e vet. Kishin parë se qeveria e Nolit nuk kishte as bazën sociale, as mbështetjen e huaj, as koezionin e brendshëm për të mbijetuar. Ndoshta kishin besuar, me atë lloj besimi pragmatik i ftohtë, se zogu do të kthehej sado. Dhe kur ai u kthye, ata donin të ishin në anën e duhur të historisë. Kjo nuk është jashtëzakonshme si sjellje njerëzore. Kjo është, fatkeqësisht, sjellja standarde e atyre që jetojnë pranë pushtetit. Por Sulejman Delvina, ai njeri me kostum perëndimor dhe besim te institucioni, kur nuk e kuptoi atë logjik deri kur logjika e kapi nga gryka dhe e hodhi jashtë vendit. A ishte naiviteti i Delvinës gabim apo cilësi? A duhet ta quajmë dështim faktin se ai nuk kuptoi gjuhën e frikës dhe të llogarisë? Apo duhet ta quajmë kjo, paradoksalisht, gjëja më e shndritshme e karakterit të tij? Kapitulli 8. Huku 9, orët e fundit, struktura në paranoja, modeli 13, ritmi. 24 i dhjetorit të vitit 1924 filloi si çdo mëngjes tjetër i asaj periudhe të errët. Delvina u zgjua herët, ai gjithmonë zgjohej herët, zakoni i njeriut me shqetësime. Hapsi syt në dhomën e tij të Tiranës, atë Tiranë që ende ishte teknisht kryeqyteti i qeverisë ku ai shërbente si ministër dhe ndeu erën e dimrit. Diçka nuk ishte si zakonisht atë mëngjes. Ishte diçka në ajër, jo ergazi, jo ertymi, por ai lloj qetësie e rënd, ajo heshtje e plasaritur që e njohin vetëm ata që kanë jetuar nëpër ndryshime të dhunshme pushteti. Gjandarmëria kishte qenë shumë e qetë natën e kaluar. Shumë. Dhe kur diçka është shumë e qetë, kjo zakonisht nënkupton jo paqen, por boshllukun para stuhisë. Kolonat e zogut ishin duke lëvizur tashmë drejt Tiranës. Rrotat ishin vënë në lëvizje. Dhe askush nuk mund t'i ndalonte. Paranonia është gjëja e çuditshme që i ndodh mendjes kur e vërteta është shumë e madhe për t'u pranuar. Delvina kishte filluar ta ndjejë atë paranojë rreth viteve 1923-1924. Jo si sëmundje, si instinkt mbijetese. Çdo telegram i vonuar. Çdo korrespondencë e paplodh. Çdo takdim i anuluar pa shpjegim. Çdo emërim i ri administrativ me emra të panjohur prej tij. Sinjale. Ishin sinjale. Dhe ai i shihte, i kuptonte. Por çfarë mund të bënte burri i ligjit kundër njeriut që kishte bler tashmë gjykatarët, policinë dhe ushtrinë? Paranoja e Delvinës nuk ishte çmenduri, ishte inteligjencë e vonuar. Ishte mendja e mprehtë e njeriut që e ka kuptuar me shumë vonesë se çdo gjë të cilën e ka ndërtuar ka qenë ndërtuar mbi rëra lëvizëse. Në arkivat diplomatike, ato korrespondenca të ambasadorëve italian dhe austro-hungarez të asaj periudhe, të ruajtura me kujdes dhe të konsultuara her pas here nga studiuesit, gjenden shënime të hollësishme mbi gjendjen e brendshme të Shqipërisë gjatë viteve 1020.
Dhe ato shënime, kur i lexon me vëmendje, tregojnë diçka të rëndësishme. Diplomatët e huaj e kishin kuptuar shumë para Delvinës se Zogu ishte njeriu real i pushtetit. Që nga viti 1922, raporte konsullore italiane e përshkruajnë Zogun si faktori i vetëm i qëndrueshëm dhe i llogaritshëm në politikën shqiptare. Delvina, ndërkohë, përshkruaj me respekt por me mëshirë, si njeri me ide të mira në bota pa tokë. 68 faqe dokumentesh diplomatike italiane nga ajo periudhë janë shënuar si të konsultuara në inventaret e arkivave. Por disa prej tyre mungojnë fizikisht. Disa faqe janë hequr, nuk dihet kur, nuk dihet nga kush, nuk dihet çfarë përmbajnin. Çfarë sekretesh mbanin ato faqe të zhdukura? Çfarë kishte të shkruar diplomacia italiane mbi Shqipërinë e viteve 20 që nuk duhet të dihet? Fizikisht, Delvina gjatë viteve të qeverisë së Nolit ishte njeri i rënduar. Kolegu dhe bashkëkombësi i tij Eqrem Bej Vlora, ai cinik i mprejtë që e shikonte gjithçka me sy analist, ka lënë një portret tronditës të Delvinës të asaj periudhe, floku i grirë shpejt nga stresi, ecja e vëngët e njeriut që bart brem mbi shpinë, sytë e molisur me atë shkëlqim të shuajtur të atij që ka pritur shumë dhe ka marrë pak. Për 6 muaj si ministër i jashtëm, kishte punuar pa pushim, takime, telegrame, korrespondenca me qeveritë e huaja, përpjekje për të siguruar njohjen ndërkombëtare të qeverisë së Nolit. Një projekt i dënuar nga fillimi, sepse Zogu kishte siguruar tashmë mbështetjen jugoslave kundër çdo stabiliteti alternativ. Dhe ndërsa Delvina punonte mbi kartelat diplomatike, ndërkohë Zogu luante shahun e fundit. Brenda atij trupi të rënduar, brenda atyre viteve që ja kishin gërryer shëndetin, fshihej akoma ajo zjarri i njeriut që besonit, por zjarri po shuhej me çdo ditë që kalonte pa rezultat, me çdo letër që kthehej pa përgjigje, me çdo aleancë që nuk materializohej. Sa vite kishte plakur Delvina gjatë atyre 4 viteve? Ishte 20. Ishte 40. Ishte gjithë jeta e njëherësh. Trupat e Zogut hynë në Tiranë. Rezistenca ishte simbolike. Qeveria u shpërnda. Dhe Delvina, me atë qetësinë tragjike të njeriut që e di mirë se çfarë po ndodh dhe nuk ka frikë nga e vërteta, vetëm nga pamundësia e ndryshimit, mori rrugën e mërgimit. Jo me thirrje dramatike. Jo me fjalim të fundit heroik. Por me heshtjen e atij që e ka kuptuar gjithçka dhe nuk ka më forcë për fjalë. Heshtja ka tonalitete të ndryshme. Heshtja e atij mëngjesi dhëmbori ishte tonaliteti i njeriut të shkatëruar jo nga gjakderdhja, por nga e vërteta. A kishin ende kuptim fjalët, kur fjalët kishin qenë armët e tij dhe kur nuk kishin qenë të mjaftueshme kundër pushkëve? Kapitulli i 9. Huku 12, Cui Bono, struktura i kryefajsi, modeli 5, ritmi. Kush fitoi? Kur pluhurin e dhjetorit të vitit 1924 u ul dhe Tirana u qetësua nën regjimin e ri, kush e gjeti veten me gjithçka, pushtetin, pasurinë, legjitimitetin, të ardhmen? Kjo pyetje, ajo pyetje e vjetër dhe e pamëshirshme e latinit Cui Bono, kujt i shkon mirë, është pyetja që historianët e vërtet gjithmonë e bëjnë pas çdo ndryshimi të dhunshëm pushteti. Dhe kur i drejtohesh kësaj pyetjeje, kur ndjek gjurmën ekonomike dhe politike me sytë e atij që nuk ka frikë nga ajo ku çon, gjen gjithmonë të njëjtin emër. Jo si rastësi. Si rezultat i planifikimit sistematik, i ndërtuar me vite, të ndërtuar pikërisht atëherë kur ishte dhënë mundësia, me atë emërim të 30 janarit të vitit 1920. Rezultati financiar, pronësor dhe politik i triumfit të legalitetit nuk ishte aksident i historisë. Ishte produkt final i procesit të nisur në Kongres të Lushnjës. Pas kthimit në pushtet, Zogu mori gjithçka. Nuk është metafor, është fakt historik i dokumentuar. Mori kontrollin e plot mbi aparatin shtetëror. Mori monopolin e forcës ushtarake. Mori të drejtën e emërimeve dhe shkarkimeve të çdo zyrtari. Por mori edhe diçka tjetër, diçka që historianët ekonomik e vlerësojnë me shumë kujdes. Mori kontrollin mbi kontratat e huaja, mbi koncesionet dhe mbi marrëveshjet ekonomike me kompanitë italiane dhe evropiane. Historiani Fischer, në studimin e tij të hollësishëm mbi periudhën zogiste, ka treguar se si vitet 1925 deri 1928, ato vite para shpalljes formale të mbretërisë, shënuan ndërtimin sistematik të monopolit ekonomik të rrethit të ngushtë zogist. Kontratat e naftës me Agipin italian. Koncesionet minare. Marrëveshjet bankare. Çdo transakcion i rëndësishëm ekonomik i asaj periudhe kaloi nëpër filtrin e besnikëve të Zogut.
Kjo nuk ishte korrupsion spontan. Ishte arkitekturë ekonomike e planifikuar, e ndërtuar mbi fundamentin e vendosur kur Ministria e Brendshme kishte kaluar nën kontrollin e njëri 4 vjet më parë. A është rastësi? Apo është zinxhiri logjik i pasojave i ngjarjes së janarit 1920? Por le të jemi të drejtë me historinë, sepse historia nuk dun thjesht zime. Argumenti zogist, argumenti i atyre që e mbrojnë zogun si ndërtues shteti, ka peshën e vet. Shqipëria e viteve 20 ishte vend kaotik, i copëtuar, i rrezikuar nga jashtë dhe nga brenda. Nevojitej dikush me dorë të fortë, me aftësi organizative, me vendosmëri të ftohtë. Delvina, me gjithë vlerat e tij intelektuale dhe morale, nuk kishte pasur suksesin e nevojshëm për të stabilizuar shtetin. Qeveria e Nolit, idealistike, energjike, plot ide reformuese, kishte rënë brenda 6 muajve pa arritur asnjë nga qëllimet e saj. A mund të argumentohet se Shqipëria kishte nevojë pikërisht për zogun e jo për Delvinën? A mund të argumentohet se historia, me gjithë pasojat e saj tragjike, kishte zgjedhur drejt? Ky është argumenti. E megjithatë nuk qëndron plotësisht. Sepse çmimi i stabilitetit zogist nuk ishte vetëm fati personal i Delvinës. Ishte fati i të gjithë atyre njerëzve, intelektual, jurist, mësues, burra shteti, që besonin se Shqipëria mund të ndërtohej mbi ligj dhe jo mbi pushk. Ata u shtypën sistematikisht, u mërguan, u hodhën në heshtje. Kultura politike e ndërtuar rreth forcës dhe besnikërisë personale, jo institucionit, preu thellë. Dhe ato prerje nuk mbyllen lehtë. Ndërkohë, ekziston edhe ajo pyetja e ngushtë, ajo pyetje gati personale, që na preokupon kur mendojmë për Delvinën. A ishte zogu mirënjohës ndonjëherë? A ndjon ndonjëherë, qoftë edhe për një çast, ato ndjenjë të rënd të atij që di se ka borxh të papaguar? Mungojnë prova të drejtë për drejta. Nuk ka letra, nuk ka dëshmi dokumentare të ndonjë gjesti besmirësie private të zogut ndaj Delvinës. Leja e kthimit në vitin 1928, ajo leje e dhënë kur Delvina ishte tashmëhia e njeriut, mund të interpretohet si lëvizje humanitare. Mund të interpretohet edhe si lëvizje llogaritëse. Lejimi i kthimit të njeriut të sëmur tregonte bujarinë e mbretit pa asnjë kosto politike. Zogu ishte njeri i llogarisë. Edhe bujaria e tij, kur ekzistonte, ishte e llogaritur. A ka gjë më të ftohtë se sa mëshira e atij që të ka shkatëruar dhe pastaj të lejon të vdesësh dinjitetshëm vetëm sepse nuk kushton asgjë? Ndoshta kjo është edhe fytyra e vërtetë e triumfit të legalitetit, jo fitoria e njeriut, por fitoria e llogarisë mbi ndjenjën, e pragmatizmit mbi besimin, e pushkës mbi ligjin. Dhe ky triumf, me gjithë pompën e tij dhe gjithë heshtjet që la pas, ka lënë gjurmë në historinë shqiptare shumë më të thella se sa çdo datë zyrtare apo çdo ceremoni shtetërore. Kush mendoni se ka paguar çmimin e vërtetë të atij triumfi? Dhe kush e paguan ende? I lexoj me kujdes shënuesit e të gjithë shkrimtarëve. Hukët e përdorur: 1, 2, 10, 11, 8, 7, 3, 9, 12 mbeten, 4, 5, 6. Strukturat e përdorura: E, M, B, D, F, H, G, N, I do zgjedh, J, K, L. Modelet e përdorura: 3, 6, 8, 4, 9, 12, 7, 13, 5 do zgjedh, 1, 15, 10. Ritmet e përdorura: do zgjedh 10, 11, 12. Kapitulli i 10. Huku 4, dokumente sekrete, struktura J i fundit, modeli 1K, ritmi, dinamik. Sigurimi i shtetit zogist mbante dosje me kod të klasifikimit më të lartë, dosje që ekzistonin vetëm në 2 kopje dhe që nuk futeshin asnjëherë në inventarët e zakonshëm. Njëra kopje mbahej në kasafortën personale të zogut. Tjetra, dhe kjo është ajo që historianët e arkivave e kanë gjetur me dekada vonesë në përfonde të inventarizuara gabimisht, mbahej në ruajtje të veçantë në arkivin e kripte të Ish-Ministrisë së Brendshme. Ato dosje mbanin emrat e atyre që konsideroheshin element të rrezikshëm për stabilitetin e shtetit. Kryenin regjistrime mbi lëvizjet e tyre, mbi kontaktet, mbi shpresat e tyre politike. Dhe në krye të listës, si i pari ndër të parët, figuronte emri i Sulejman Delvinës, shkruar me dorëshkrim të qartë, në datën e tetorit të vitit 1925. Pse u domosdos kjo dosje, kur Delvina ishte tashmë njeri i mërguar, i thyer, pa forcë politike? Çfarë friksonin ata tek njeri i sëmur e i vetmuar nëpër hotelet e Italisë? Pyetja mbart brenda vetes përgjigjen e vet. Ata nuk kishin frikë nga Delvina si individ.
Kishin frikë nga ajo që ai përfaqësonte. Kishte frikë nga ideja. Sepse Delvina, me gjithë dobësinë e tij fizike dhe me gjithë largësinë e tij gjeografike, ishte akoma simboli i gjallë i alternativës. Ishte prova e gjallë se kishte ekzistuar dikur një mënyrë tjetër e drejtimit të Shqipërisë, një mënyrë pa frikë dhe pa bajonetat si argument final. Kjo ide, kjo mundësi e paprovuar plotësisht, e ndërprer para kohe, ishte rreziku i vërtetë. Jo trupi i Delvinës. Mendja e tij. Dhe mendja, siç e dinë të gjithë diktatorët, nuk mund të burgoset plotësisht aq gjatë sa është e gjallë. Prandaj dosjet. Prandaj mbikëqyrja. Prandaj ai sistem i ftohtë i survejimit të atij njeriu të shkatëruar, i cili nuk kishte as energji të mjaftueshme të ngrihej herët nga gjumi. Por brenda atyre dosjeve ka diçka edhe më të rëndësishme nga ana historike, planet e largimit. Ai term, planet e largimit, nuk i referohet Delvinës. I referohet Zogut vetë. Plani i emergjencës, protokolli i fshehtë i daljes nga vendi nëse gjendja politike do të ndryshonte. Edhe ai njeri i fuqishëm, ai mbret i vetë shpallur, ai fitues i padurueshëm i historisë, edhe ai kishte frikë. Kishte planifikuar me saktësi matematike çdo skenar të mundshëm disfate, tunelet në mpallat, rrugët alternative drejt porteve, lidhjet e besueshme me shtetet fqinj, kontot bankare jashtë vendit. Planifikimet e tij të emergjencës, sipas fragmenteve të ruajtura dhe të konsultuara nga historianë si Fischer, ishin ndërtuar pikërisht mbi atë sistem informacioni që kishte ndërtuar gjatë viteve të Ministrisë së Brendshme. Njëjti sistem. Njëjtë rrjedh. Por tani jo kundër armiqve të shtetit, kundër frikës së vetë të brendshme nga e nesërmja. Kjo simetri tronditse, njëri ndërtoi dosjen e surveillancës të tjetrit, ndërkohë që ndërtonte dosjen e shpëtimit të vet, është metafora e plot e kësaj historie tragjike. Kur qelsat e kasafortës ndryshojnë duar, pyetja e vërtet nuk është kush i mban sot, por çfarë kanë të shkruar brenda. Çfarë të vërteta mbajnë ato arkiva të trashëguara me heshtje? Delvina, nga ana e tij, kishte pasur shansën e fundit. Jo një herë, disa herë. Herën e parë, kur kishte filluar të kuptonte se Zogu po ndërtonte strukturën e vet paralele brenda ministrisë, rreth vitit 1922, mund të kishte vepruar. Mund të kishte shkarkuar ministrin e brendshëm. Mund të kishte ndërtuar kundër sisteme. Por çfarë do ta kishte kthyer kundër Zogut? Me ç'forcë? Me ç'mbështetje? Pa armë, pa bajaktar, pa rrjet besnikësh të armatosur, ishte njeri i zbuluar. Herën e dytë, gjatë viteve 1922-1923, kur opozita politike po formohej kundër Zogut, Delvina mund të kishte ndërtuar koalicion të hapur dhe të vendosur. Por ndërtimi i koalicioneve kërkon shpinën. Kërkon gatishmëri të qartë për konfrontim. Dhe Delvina, gjithmonë, kishte preferuar rrugën e institucionit dhe jo të gjakut. Herën e tretë, dhe kjo ishte e fundit, e parikthyeeshme, ishte qershori i vitit 1924, kur revolucioni shpërnau Zogun nga vendi. Kishte 6 muaj. 6 muaj të tregonte se alternativa funksionon, se shteti i ligjit mund të qëndrojë, se Shqipëria mund të drejtohej ndryshe. Por 6 muaj nuk janë mjaftueshëm kur kundërshtari jot është tashmë në Beograd duke bler koalicionin e kthimit. Shansi i fundit, si gjithë shanset e tjera, u shua para se të ndizej plotësisht. Dhe kur ky shans humbi, iku gjithçka. A e kuptonte Delvina, në ato 6 muaj të qeverisë së Nolit, se ky ishte shansi i fundit? A e ndiu rëndësinë e çdo dite që kalonte pa e konsoliduar ndryshimin? Apo besonte, edhe atëherë, se historia do t'i jepte kohën e duhur? Kapitulli i 11. Huku 5, intervista e parë pas shumë vitesh, struktura K, modeli 15, ritmi, pulsues. Për herë të parë pas shumë vitesh, njëri nga bashkëkohësit e asaj epoke, njëri nga ata njerëz të rrallë që kishte qenë pjesë e rrethit të ngushtë të ngjarjeve dhe kishte mbijetuar mjaftueshëm gjatë për t'i treguar, u ul para fletoret e kujtimeve dhe foli. Foli me atë lloj guximi të ngushtë dhe të shtrenjtë të njerëzve të moshës së pjekur, kur frika e gjallë ka zbutur thikat e saj, por ka lënë pas toshien e hidhur të asaj që kur nuk mund të thuhet me zë të lartë kur duhet të thuhet. Ajo çfarë tregoi, e ruajtur mes rreshtave të kujtimeve politike të kohës, e fshehur në gjuhën alegorike të shkrimtarit që di se censura e lexon dorëshkrimin para botimit, është ndoshta gjëja më e qartë dhe më tronditse që ka mbetur mbi atë epokë. Ai tha, Delvina ishte njeri i shtatit. Zogu ishte njeri i kohës. Dhe koha, atëherë, nuk ishte për njerëzit e shtatit.
Çfarë do të thotë kjo dallim, njeri i shtatit kundër njeri i kohës? Kuptimi është i thellë dhe i hidhur. Njeriu i shtatit ka vlera të brendshme, parime të qëndrueshme, besim të forma e gjërave, të ligji, të institucioni, të morali publik. Ai mund të funksionojë shkëlqyeshëm në periudha normale, kur rregullat zbatohen dhe kur kompetenca nënkupton diçka real. Por kur koha bëhet jashtëzakonshme, kur rregullat prishen dhe kur vetëm forca vendos, njeriu i shtatit mbetet i ngritur si shtyllë mermeri, i bukur, i qëndrueshëm, por i palvizshëm dhe i pambrojtur. Njeriu i kohës, nga ana tjetër, lexon situatën dhe adaptohet. Jo detyrimisht me vlera, por me instinkt. Me aftësinë e atij që ndjen ndryshimet e erës para se të ndizet stuhia dhe i radhit velat sipas nevojës. Zogu ishte ky njeri. Kishte lindur brenda kontekstit të vet bajraku, besnikëria personale, forca si monedha e vetme e vlerë. Dhe kur ai kontekst u bë konteksti i gjithë vendit, ai tashmë dinte gjuhën. Delvina duhej ta mësonte ende. Nuk pati kohë. Aty ku historia bëhet kriminalisht e padrejtë, dhe kjo është pikërisht ajo që ky dëshmitar me kuraj e ka vendosur në faqe, është se Delvina nuk u mund nga kundërvënia e drejtë për drejtë. U mund nga besimi i vet. Kishte besuar se Zogu ishte alea. Kishte besuar se postet dhe funksionet krijonin besnikëri. Kishte besuar se njeriu të cilit i e mirëbërës e ndjen borxhin e mirënjohjes si detyrim moral. Janë besimet e njeriut të civilizuar, besimet e atij që ka rritur fëmijë me parime dhe ka mësuar student me edukat. Por politika e pushtetit nuk e njohin atë gramatik. Politika e pushtetit ka gramatikën e vet, kush mban armën, kush mban besnikët, kush kontrollon informacionin. Dhe Delvina, me gjithë mbretësinë e tij intelektuale, kishte lexuar letrat e gabuara të lojës. Kishte lexuar fjaloret e greqishtes dhe turqishtes, kur loja luhej në gjuhën e pushkëve. Kjo tradhtëti jo e gjakut, jo e vjedhjes, por e gramatikave të ndryshme të pushtetit, është ndoshta lloji i tradhtëtisë që dhem më shumë dhe shërohet shumë më vështirë. Por ky dëshmitar i moshës, ai njeri me gishta që kishin shkruar mira faqe kujtimesh, shtoi diçka tjetër, diçka që historianët e profesionit nuk e thonë zakonisht, por dëshmitarët e jetuar e thonë me heshtjet e tyre ekspresive. Nëse Delvina do të kishte pasur egër dhe furi si Zogu, do të kishte shkatëruar Shqipërinë si ai. Nuk pati asnjë nga të dyja. Prandaj e shkatëroi vetë. Fjali paradoksi, e mbushur me trishtim të ftohtë. Sepse ajo implikon diçka të rëndë, se cilësitë e Delvinës, ndershmëria, besimi, respekti ndaj institucionit, ishin njëkohësisht ato gjëra që e bënin të pamundur si politikan në atë ambient dhe ato gjëra që e bënin të vlefshëm si njeri. Ai nuk mund të mbjetonte në politikën shqiptare të viteve 20 duke qenë vetja e tij. Dhe duke qenë dikush tjetër, duke bler besnikësi, duke ndërtuar rrjet frike, duke drejtuar me dorë hekuri, do të kishte shkatëruar atë që e bënte Delvina. Ishte kurth i dy fish, pa dalje. Dhe ai zgjodhi, me vetdije apo pa vetdije, të mbetej ai që ishte. Me gjithë çmimin e kësaj zgjedhjeje. Mund ta quani dështim. Mund ta quani dinitet. Mund ta quani të dyja njëkohësisht, sepse historia nuk ndan gjithmonë ato dy gjëra me vijë të qartë. Çfarë do të kishte bërë ju në atë pozicion me ato zgjedhje? A do ta kishit sakrifikuar vetëm për të mbijetuar politikisht? Apo do ta kishit sakrifikuar politikën për të mbetur ju? Kapitulli i 12. Huku 6, vende sekrete, struktura L, modeli 10, ritmi, pull dhe. Nën pallatin e Tiranës, nën sallat e marmorit ku Zogu priste ambasadorët me uniformën e tij të artë, ekzistonin hapësirat e fshehta që arkitektët zyrtar nuk i kishin projektuar. Tunel të ngushta, dyrë të fshehura pas radhëve të librave, korridore nëntoksor që lidheshin me pikat e daljes së largët nga qyteti. I gjithë sistemi i mbijetesës personal i njeriut që kishte marrë mësimet e historisë me seriozitetin e atij që nuk beson se historia e kursen askën. Ndërtuar fshehurazi gjatë viteve 1927-1928, pikërisht kur Zogu po ndërtonte fasadën mbretërore dhe po shpallej kujdestari të ardhmes shqiptare. Poshtë asaj fasade ndërtoheshin rrugdaljet e frikës. Kush i ndërtoi? Kush i dinte? Dhe pyetja që mbetet akoma pa përgjigje të plot në arkivat e konsultuara, sa prej atyre rrugëve sekrete u ndërtuan duke shfrytëzuar planin urban të qytetit që kishte projektuar qeveria Delvina kur kishte vendosur Tiranën si kryeqytet.
Sa prej tyre ekzistojnë ende sot nën asfaltin dhe betnin e viteve të mëvonshme, si shtresë e heshtur e historisë nën këmbët e njerëzve që ecin mbi të çdo ditë pa e ditur? Delvina, kur mësoi se Tirana kishte rënë dhe iku drejt ekzilit, nuk mori asnjë nga ato rrugë nën toksor. Ai nuk kishte ndërtuar asnjë. Ishte tipik, ishte domethënës, ishte tragjik. Njeriu që kishte çelur rrugën drejt Tiranës në shkurtin e vitit 1920 duke ecur me kostum perëndimor nëpër rrugën e hapur nga bajraktarët e Zogut, u largua nga ajo qytet 4 vjet më vonë pa asnjë rrugë alternative, pa asnjë plan B, pa asnjë tunel shpëtimi. Kishte besuar se institucioni ishte tuneli i tij. Kishte besuar se legitimiteti ligjor ishte mburoja e tij. Kur ato u shembën, kur dolën ato që ishin gjithmonë, ai u gjend pa asnjë mjet alternativ. Dhe iku ashtu si vjen njeriu i papërgatitur para fatit, me duart bosh dhe me sy të hapur, duke mos mundur të ndryshojë asgjë. Vitet e ekzilit italian ishin vite të ngadaltë dhe të rëndë, si era e dimrit që hyn nga çarjet e murit dhe nuk largohet plotësisht kurrë, edhe kur ndizet zjarri. Delvina shkroi gjatë asaj periudhe letra, memorandume, analiza politike, por shumica e tyre nuk gjeti destinacionin e pritur. Shqipëria ishte mbyllur brenda sistemit zogist si kuti hermetike. Qeveritë evropiane kishin pranuar realitetin e ri dhe nuk kishin interes të mbështesnin një ish kryeministër të sëmurë dhe pa forcë. Amerika dëgjonte nga larg. Bota kishte problemet e veta. Dhe Delvina, me hapësirat e vogla të dhomave të mërgimit, me literaturën e tij dhe me kujtimet, kishte filluar të zvogëlohet, jo si karakter, por si aftësi fizike. Trupi i tij po dorëzoi para asaj që mendja refuzonte të pranonte. Sëmundja po ecte. Vitet po kalonin. Dhe çdo vit kalonte me diçka të humbur që nuk kthehej. Kthimi i vitit 1928, ai kthimi lejuar nga zogu i mbretërisë së tij të re, nuk ishte rikthim triumfues. Ishte kthimi i atij që i lejohet të kthehet sepse nuk rrezikon asgjë. Shqipëria e vitit 1928 nuk ishte e njëjta Shqipëri e vitit 1920, ajo Shqipëri e Kongresit të Lushnjës me entuziazmin dhe ankthin dhe ëndrat e saj madhështore e të krisura. Ishte Shqipëria e mbretërisë, e formalitetit pompos, e uniformave me gold e titujve të rinj me rënje të vjetra. Delvina hyri në këtë vend të ndryshuar si hije e vetvetes, njeri i njohur por i harruar, i respektuar por i mënjanuar, i pranuar por i neutralizuar. Vlorës i dha vitet e fundit, asaj qyteti jugor me erën e detit dhe me kujtimin e mbledhjeve të 1912-s, ku ishte shpallur pavarësia. Ndoshta kjo zgjedhje, Vlora dhe jo Tirana, ishte akti fundit i qëllimshëm i personalitetit të tij, kthimi te origjina, te e vërteta e parë, te ai moment para të gjitha gabimeve dhe para të gjitha tradhtive. Të parën e gushtit të vitit 1932, zemra e Sulejman Delvinës u ndal për herë të fundit. Spitali i Vlorës. 55 vjeç, moshë e mesme, moshë kur shumë burra të tjerë janë ende duke ndërtuar. Por ai kishte shpenzuar gjithçka kishte, shumë shpejt, në shërbim të diçkaje që ja kishte kthyer shpinën. Nuk kishte ceremoni shtetërore. Nuk kishte homazhe të denja. Shteti i Zogut shënoi vdekjen e themeluesit të vet efektiv me disa reshta gazete. Dhe pastaj vazhdoi, siç vazhdojnë shtetet, pa u ndalur, pa e ndier humbjen e asaj zëri të veçantë. Qielli mbi Vlorën ishte i kaltër atë ditë, e dim nga deklaratat e zakonshme meteorologjike dhe gjeografike për gushtin e Vlorës, dhe deti ishte i qetë, si gjithmonë indiferent ndaj fateve të mëdhenj dhe të vegjël njerëzore, i pandalshëm dhe i pandjeshëm. Mbi atë qetësi të fundit mbeti pyetja e papërgjigjur, pyetja që Delvina ndoshta e kishte mbajtur me vete si barë e fshetë për vite, pyetja që historia nuk e ka zgjidhur ende dhe ndoshta nuk ka për ta zgjidhur kurrë. Çdo të kishte ndodhur nëse ai janar i vitit 1920, para atyre dyerve të Kongresit të Lushnjës, ai kishte thënë jo. Finali. Çfarë ndodhi pas? Historia nuk mbyllet me vdekjen e Delvinës, mbyllet vetëm shtresa e parë e saj, shtresa njerëzore dhe personale. Nën ajo shtresë ecën ende shumë rrjedhat e tjera, shumë pasoja të padukshme që kanë formuar Shqipërinë e viteve të mëvonshme. Familja e Sulejman Delvinës mbeti në vendin e përfundimeve pa mbyllje. Gruaja e tij, ajo grua e heshtur dhe e mençur që kishte kuptuar para të gjithëve, jetoi vitet e pasluftës në anonimat të plotë. Fëmijët e tij nuk bën karrierë politike, sistemi zogist e siguronte këtë me elegancë diskrete, duke mbajtur emrin Delvina jashtë rrafeve të pushtetit pa pasur nevojë të bënte thirrje publike kundër tij.
Harresa si instrument politik funksionon me efikasitet, është shumë më e lirë se sa persekutimi, shumë më e sigurt se sa martirizimi. Dhe kështu, fëmijët dhe nipërit e kryeministrit të parë të vërtet të Shqipërisë moderne u bën njerëz të rëndomt të një vendi të rëndomt, pa akses, pa privilegje, pa as edhe atë njohje të thjesht publike se babai i tyre kishte hapur rrugën. Ata që fituan, bashkëpunëtorët besnik të Zogut, njerëzit e rrethit të brendshëm që kishin mbajtur anën e duhur gjatë dhjetorit të vitit 1924, gëzuan frutat e besnikërisë së tyre për dekadat e mëvonshme, deri kur historia bëri rrotullimin e vet tjetër. Sepse sistemi zogist vet nuk mbijetoi, fashizmi italian i vitit 1939, pastaj lufta e dytë botërore, pastaj pushtimi komunist. Çdo njeri i atij rrethi besnikërie, çdo ai që kishte zgjedhur Zogun kundër Delvinës, u gjend pas vitit 1944 me të njëjtin pasaport si ish mentori i tij i shkatëruar, emri i padëshiruar, historia e padëshiruar, fati i atij që ka qëndruar në anën e humbësit, qoftë edhe duke fituar përkohësisht. Rrotat e historisë kanë drejtim të vet. Dhe ato nuk kursejnë asnjërin. Shqipëria e pas vitit 1924, ajo Shqipëri e ndërtuar mbi modelin e besnikërisë personale dhe të forcës si argument qendror, mori formën e saj karakteristike të qeverisjes autoritare, formë e cila u bë bazë kulturore mbi të cilën sistemet të mëvonshme ndërtuan strukturat e tyre edhe më radikale. Kultura politike e injeksionuar rreth viteve 20, besnikëria ndaj personit mbi besnikërinë ndaj institucionit, forca si legjitimitet, informacioni si armë kontrolli, gjeti terrene shumë pjellore në dekadat pasardhëse. Kjo nuk do të thotë se Zogu krijoi komunizmin shqiptar. Do të thotë se disa rrjedha të thella të kulturës politike shqiptare, rrjedha të formuara pikërisht në ato vite të fillimit, pikërisht rreth asaj zgjedhjeje fatale të 30 janarit të vitit 1920. Kanë lënë gjurmë shumë më të gjata se sa çdo regjim specifik. Dhe Sulejman Delvina. Ai njeri me kostum perëndimor dhe besim të institucioni, ai mentori i shkatëruar nga nxënësi i vet, mbeti i harruar zyrtarisht për dekada. Rehabilitimi i tij historik filloi ngadalë me studjet akademike të gjysmës së dytë të shekullit të 20 dhe vazhdoi me hapa të ngadalë. Sot, emri i tij shfaqet në tekstet e historisë shqiptare, por shpesh si shënim anësor, jo si rrëfim qendror. Historia, edhe ajo e rishkruar me mirëbesim, tenton të preferoj fituesit si personazhe kryesore. Delvina mbeti njeriu i kapitullit të dytë, jo i titullit. Por ndoshta pikërisht kjo, pikërisht ajo gjë që e bëri të humbas, e bën edhe sot historinë e tij të rezonojë me atë lloj trishtimi të vërtetë dhe të thellë që provokon jo vetëm simpati, por pyetje të rëndë mbi natyrën e pushtetit, mbi çmimin e integritetit, mbi botën ku njerëzit e mirë humbasin dhe të fortët fitojnë. Por pyetja e vërtetë, ajo pyetja që mbetet sigur nën ujë, e padukshme por e ndjeshme për çdo këmbë që kap fundin, është kjo: a ka mbaruar historia e asaj zgjedhjeje? Gabimi i janarit të vitit 1920, ajo dorëzim çelësash të shtetit të njeriu i gabuar, me motivet e duhura, në kohën e keqe, a ka lënë pasoja akoma të gjalla, akoma të paadresuara, akoma të fshehura nën shtresat e normalizimit dhe të harresës organizative? Arkivat e Vjenës, Romës dhe Beogradit mbajnë ende dokumenta të pakonsultuara, faqe të painventarizuara, korrespondenca diplomatike të periudhave kur bota ishte ndryshe dhe gjithçka shkruhej me sinqeritetin e atyre që nuk prisnin se dikush do t'i lexonte 100 vjet më vonë. Ndoshta aty, nën ato faqe të verdha, nën atë shkrim të rrjedhshëm dhe të vonuar, ndodhet e vërteta e plotë e asaj që ndodhi mes Delvinës dhe Zogut, mes mentorit dhe nxënësit, mes njeriut të shtatit dhe njeriut të kohës. Ndoshta aty qëndron edhe përgjigja e pyetjes që nuk guxon ta bëjë historia zyrtare: a ishte e pashmangshme? Apo kishte, në atë janar të ftohtë të vitit 1920, edhe ndonjë rrugë tjetër, rrugë që nuk u mor, dritare që nuk u hap, fjalë që nuk u tha, dhe e gjithë historia e Shqipërisë do të kishte qenë ndryshe? Ato arkiva janë ende atje. Po presin.